E la parola dell'anno è Empower Your Authority. Për 2 vite, Zoti na kishte thënë se fjala do të ishte fuqizim. Vitin e kaluar kemi forcuar shumë njohurinë për dhuntitë e shpirtit. Dhe këtë vit duhet të njohim më shumë autoritetin ton dhe ta vëmë në praktik. Duhet të dim kush jemi në Krishtin. Jezusi thot se na ka dhënë autoritet dhe fuqi për të ecur mbi gjarpërinj dhe akrepa. Na ka dhënë autoritet mbi gjithë fuqinë e armikut. Dhe ka thënë gjithashtu se asgjë nuk do të na bëjë dëm. Kjo do të thotë që këtë vit me vetë dijen për autoritetin që kemi në Jezusin, autoritet kundër demoneve, autoritet për të shëruar, autoritet për kombet, autoritet në qytete, autoritet për të qeverisur, për të ligjëruar. Dhe kjo do të jetë fjala e këtij viti. Ky vit është viti i deklaratës. Dikush më pyeti, po çfarë do të thotë një deklaratë? Do të thotë të shprehesh me gojë atë që besoj në zemër. Bibla thot, kam besuar, prandaj kam folur. Dhe ne jemi fëmijë të një Zoti që ka krijuar me fjalën, ka krijuar botën me fjalën. Dhe ne krijojmë sa herë që hapim gojën tonë, ne kemi fuqinë të krijojmë me fjalën tonë. Bibla do të thotë gjithashtu që viti për të shpallur besim, viti për të lidhur, për të zgjidhur, për të shpallur, për të vendosur duart, është viti për të rimarrë autoritetin tonë. Besimtarët e kanë harruar pak. Ka probleme në qeveri, në vende të ndryshme, dhe ne thjesht bëjmë sikur nuk ndodh asgjë. Tani po pozicionohemi. Këtë vit marrim në zotërim atë që Jezusi na ka dhënë, autoritetin e besimtarit.